Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot po e nisim këtë muaj të ri me një aromë fantastike shtëpie. Kam përgatitur një tartë super të butë, është tepër e shijshme dhe e mbushur me marmaladë qershie. Përgatitet shumë shpejt dhe nëse nuk keni marmaladë, atëherë reçelin mund ta ktheni në marmaladë ashtu sikur se veprova edhe unë me reçelin e qershisë. Në një tas po shtojmë 2 vezë. Shtojmë një bustinë me vanilje. Vazhdojmë të shtojmë një filxhan kafeje me vaj ulliri. I përziejmë me mikser për 2 minuta. Dhe më pas do fillojmë të shtojmë përbërësit e tjerë radhë. Këtu kam sheqer, do t'i shtojmë 4 deri në 5 lugë të gjellës me sheqer. Megjithatë, sheqeri është opsional. Mund ta shtoni sasinë e tij, por edhe mund ta paksoni. I shtojmë një gotë 250 ml me qumësht. Dhe pak nga pak do fillojmë t'i shtojmë miellin. I shtuam një të kapur të kishtave me krip, marrim sitën dhe shtoj miellin. Shtuam një gotë 200 ml me miell, një majluke sot buke, e sitim dhe më pas e përziejmë. Një gotë 200 ml me miell mban 100 gram miell. Shtojmë edhe gotën e dytë dhe mendoj se nuk ka nevojë më për miell. Pasi ky duhet një brum, jo i fortë si brumi i kekut, por më i lshuar, më i butë. E përziejmë edhe këtë për 1 minutë. Si e shikoni, kjo duhet të jetë tekstura e këtij brumi. E largojmë rasin elektrik. Përgatisim tavën pa e lyer fare me vaj ose gjalp. Thjesht i shtrojmë një letër kuzhine. Ja presim këto anët pasi ato digjen nga furra. Dhe shtypim pak me dorë që të qëndrojë letra e fundosur. Do t'i shtojmë në tepsi gjysmën e sasisë së brumit. Pasi pjesën tjetër do t'a shtojmë më vonë. Këtë brum do t'a pjekim për 15 minuta në 180 gradë. Piqet shumë shpejt pasi është tepër i hollë. Unë kisha menduar ta përgatisja me marmaladë fiku, por mendova që edhe reçelin e qershisë mund ta ktheja në një marmaladë shumë të mirë. Thjesht e kam kulluar reçelin nga lëngu, e kam kaluar në blender dhe kam marrë këtë teksturë kremoze. Në këtë mënyrë tarta do marrë ngjyrë më të bukur nga reçeli i qershisë i përgatitur me qershi të kuqe. Shtojmë pjesën tjetër të brumit. E hapi mirë që të mbulohet tërësisht reçeli. Dhe s'na ngelet gjë tjetër, vetëm ta fusim në furrë 15 deri në 20 minuta të tjera në 180 gradë. Ja ku doli tarta jon e pjekur. E largojmë nga letra e furrës dhe vendosim në pjatë. Sipër do ta pudrosim pak me sheqer pluhur. I bëni prerjen që ju dëshironi, unë po e pres në formë rombe. Siç e pat, është një ëmbëlsirë që kërkon shumë pak punë, por që në pjatë duket sikur ka dalë nga ndonjë pasticeri e vërtet. Ju sugjeroj ta provoni këtë fundjavë për ta shoqëruar me një filxhan kafe të ngrohtë ose çaj, qoftë edhe me akullore. Ju falenderoj që më ndoqët edhe sot, më shkruani në komente më poshtë nëse ju pëlqeu kjo mënyra e kthimit të reçelit në marmaladë. Falenderoj që më ndoqët deri në fund.